Dhe kur ti je në gjithë këto vite në karrike dhe ti ke qenë nga pushteti dhe erdhe në opozit dhe nga opozita arrin në opozit këtu 4 vite radhazi, në fakt 4 mandate radhazi dhe fajn ta paskan bandat, ky është mashtrim, fajn e ka puna jote brenda se ti nuk mund të rish tani ke Albana Vokshën aty. Tani më falo vlla tani, hape kraun ik se ti Edi Rama nuk e zhduke. Mirë nuk e zhduke në 2 mandate, po nuk e zhduke dhe mandati i tretë. Po pse? Te i 4 ç'a bëre? Te mandati i tretë i ndryshove dhe i vendose kodin zgjedhor në favor të Edi Ramës. Albana Vokshë, Flamur Noka, të gjithë këta, Edi Palok, ai thoshte turpi botës, thot në premtim përpara popullit, unë pres dorëheqjen e tij, po s'po e jep. Zoti Paloka tha, unë tha, të zgjidhet Edi Rama jap dorëheqjen. Pse nuk e ke dhënë dorëheqjen o vlla? E di pse është kjo gjë më? Sepse ata janë të papunë o vlla në nesër. Janë të papunë, e çfarë do thotë papunë? Ata që ti thua shkoni, sa ata kanë harruar dhe çfarë pune kanë pasur dikur, apo kanë pasur apo nuk kanë pasur, është punë tjetër. Ka e harrojnë, kanë harruar origjinën e tyre. Shumë e thjeshtë kjo. Pra, ti shikon Veliaj për shembull, e di çfarë punë bëndën përpara? Ka harruar. Tauland Balla, çfarë punë bëndën përpara? Ka harruar se s'ka. Atit, po ta heqësh nga politika atë, ai do jetë më keq se sa një njeri i papun. A kupton se s'ka ku do ta vendosësh ti në vend pune. Do thot dikush, mo këta mund të kenë edhe biznese. Ku e di, është punë e tyre, po mos më intereson kjo gjë. Mo më intereson që ky person nga puna e tij si deputet, nesër e çon në rrugë. Kështu ndodhet të PS dhe të PD-ja, se për njësoj janë. Kanë mbajtur karriket aty. Po dëgjoja Braçë një ditë dhe thoshte, unë ndaj me Edi Ramën kur të humbim. Po unë e di që do ndahesh kur të humbi, sepse kështu është e natyrshme. Ikën karrika, fillojnë hatërmbetjet, fillojnë deklarimet, fillojnë kështu armiqësit, fillojnë të gjitha këto. Kështu ndodhet të PD-ja, edhe zoti Noka, për mendimin tim dhe personat të tjerë, duhet të kenë dhënë dorëheqjen sepse kanë lënë Edi Ramën në pushtet. Dhe unë jam i bindur, nuk është Sali Berisha që ka lënë Edi Ramën në pushtet, po është Noka, Paloka, Vokshi, Bardhi, ky Oed Brygbashi që kanë lënë Ramën në pushtet. Kush dojë le të më thotë që kam gabim? Nuk e kam gabim, se kanë qenë pikrisht ata që kanë votuar çdo ndryshim të kodit zgjedhor duke degraduar dhe degeneruar sistemin zgjedhor në Republikën e Shqipërisë. Si e kanë bërë këtë? E kanë bërë se ashtu besuan apo kanë marrë ndonjë favor nga Partia Socialiste? Shiko, unë duhet të them diçka. Nuk duhet të kemi vetëm transparencën financiare të deputetëve. Në përgjithësi them, as atë llogaridhënien tek elektorati. Dua të bëjmë një transparencë sa familjarët e tu punojnë në shtet. Po bërëm këtë transparencë në Republikën e Shqipërisë, na del qartë kush është opozitar dhe kush është pushtetar ose mix. E kuptove? Besoj. Kjo është transparenca më e mirë. Dhe po doli kjo transparencë, janë 140 deputet. 135 deputet do rinë dhe duhet vinë figura të reja që populli duhet votojë. Kjo është realiteti. Nuk ka qa interesi, sepse interesi është tërthorazi. Të gjithë këta duhet të ikin nga parlamenti. Pse? Se populli do mësoj të vërtetën. Që këta me njëri tjetrin, pra, shiko tani një rast. Pastaj mësoj, më vonesë mësoj, se dia. Ky kishte gruan në ministri, edhe bën të opozit. O vlla, ku bë opoziti më? Ai ta merr nesër gruan, thot firmos atë edhe të ma peng. E thot më voto tani ti si opozitar, më voto mua ndryshime që dua në kushtetut. Jo, pse vetëm ai ka gruan në ministri. Ka edhe të tjerë, po na është edhe një rast të tillë. Pra, nesër ky person për shembull, gruaja vet ka një problem për shembull. Supozojmë. Tani si do bësh opozit? Ja më thuaj mua, si do bësh opozit? Si bëhet opozita kur ti mërzotri ke gruan në ministri dhe ti del dhe bën kontroll asajt ministria? Si bën opozit? Po s'bën opozit mërzotri. Shumë e thjeshtë kjo gjë. Prandaj thash,
100 e sa deputet, nga momenti kur ti do t'i shikosh në transparencë totale lidhjet e ty familjare me pushtetin e Edi Ramës, do kuptosh qartazi çfarë ndodh. E kuptosh shumë qartë. Sepse në të njëjtën kohë ka qenë edhe PS-ja atëherë në atë kohë. Edhe PS-ja në atë kohë. Gjithë familjarët e tij kishte në pushtet. Pra e kishte në ministri. Sot e Banka e Shqipërisë çfarë bëhet? Gjithë familjarët, gruan tjetri, shoqen tjetri, është shumë me radhë. Dhe këta presupozojnë që do vinë të bëjnë ndryshim, këta do ndryshojnë vetëm tabela, po nuk do ndryshojnë mentalitetin dhe qeverisjen. Të më vendosësh ti mua një deputet, se ky deputeti, rast tjetër, për që se më the vetëm për këte, Këlliçi, kandidat për kryetar bashkie, Erion Velia i thoshte dhëndëri i PS-s. E ma me këtë rast, apo jo? Tani, këta do bën ndryshime? Ky tani do rrëzoj Edi Ramën që mirë kjo, 46 protesta poshtë zyrës e Erion Velis, në arrestimin e Erion Velis, ndaloi protesta në Bashkinë e Tiranës. Mbaroi dhe korrupsion, do me thonë, nuk bën më korrupsion, se bën të Veliaj. Tani që komandon Edi Rama, tani korrupsioni vazhdon. Ose rasti tjetër, ishte rasti Balluku. Pse rasti Balluku ndalu nuk bërën protest jashtë ministrisë për të kërkuar arrestimin? Pra çfarë do të? Pra diçka më bën kështu. Sepse nuk mund të ti zotëri të thosh unë bëj opozit nga mjesi deri në darkë. Ti mund të bësh opozit, po nuk po bën ashtu siç është. Pra ti bën për shembull, shikoj Këlliçin del aty dhe thot kjo banda, ky tjetri, ky këtë bënami këta. Mirë, jam dakord me ty që bënami këta. Po ti informacione që i dike kaq shumë mirë, kush t'i jep ty më vlla, sepse kurioziteti im, kush të jep ty informacione, kush të ushqen ty që të nxdalësh një deklaratë të tillë. Më kupton? Kush është ai që nxjerr këtë gjë? Më kupton? Pra, kush është ai që të jep ty që dalësh ti kundër atit? Se ti del kundër Edi Ramës, po del në orientimin që t'jep grupi armiqësor brenda Edi Ramës. Pra, ai që është i përdorur këtu apo jo? Se unë këtë e kuptoj, mund të kem gabim unë, por është gjë tjetër. Prandaj të them që opozit nuk mund të bëjë një person i cili ka lidhje me partinë në pushtet në mënyrë tërthorazi. Kam edhe deputet tjerë, më saroj, po thjesht janë shumë, edhe për shkak të kësaj të... Pra, ke deputet që nga Partia Socialiste, pra nga antari Komisionit të Pastrimit të Vettingut, u bë me njëherë deputet të Partisë Socialiste. Dhe ai pastronte reformën, ai pastronte për shembull drejtësinë e vjetër, më kupton? Ai shkoi me njëherë. Ke personi që është në fjalë zonja Kirko, që është motra e zonjës Balluku. Pra, ata pastronin, konfirmonin korrupsionin në drejtësi. E kupto çfarë ndodh? Pra, ti më thua tani kush do bëj dhe si do bëj. Po prandaj duhet do thoja një ndryshim radikal në jetën politike. Woo!